أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Falënderojmë Allahun xhalla shanuhu, pastaj salavatet dhe selamet e dërgojmë pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, familjes dhe shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në kiamet. Të nderuar xhamatlin, dersi sot më ka të bëjë me disa apo me një sqarim që është bazë në Islam, i cili ka nevojë të informon mas pari musliman, pastaj edhe jo musliman, për arsye të keqkuptimeve nga disa musliman thojza, domethënë apo nga veprimet e disa muslimanëve në thojza që bëhen për shkak të veprimeve të tyre, pastaj edhe keqkuptohet Islami fillimisht nga vetë muslimanët, pastaj edhe nga jo muslimanët. Edhe veprimet e atyre muslimanëve, veprimet e ngutshme ose të gabuara, shpesh janë shkak për arritjen e objektivave të njerëzve të cilët domethënë mundohen ta luftojnë Islamin edhe ti bindin të tjerë se Islami është diçka e keqe. Titulli domethënë i dersit është Objektivat e Islamit dhe kështu do ta quajun edhe gjakderdhja ose domethënë vrasja. Neve duhet ta kemi parasysh domethënë se për çka ka ardhur Islami, cilët janë objektivat e tij kryesore. Islami ka domethënë baza kryesore, ka edhe degëzime, ka edhe domethënë nëse mujmë thonë gjëra të rëndësishme, po edhe gjëra shumë më të rëndësishme. Ka gjëra bazë të cilat pa to nuk ban. Për shembull, prej bazave të Islamit janë 5 kushtet e Islamit, janë 6 kushtet e imanit, ha? Edhe nuk mundet më krahasu për shembull namazi, ha? S'mundet më krahasu namazi me çka të thamun. Me një sunet shumë më thjesht, që qëllimisht nuk po du me përmend shembull që mos më nënçmuat sunet. Por normal se nuk është njëjtë, për shembull, domethënë si më alshu vendin një plakut në autobus, si me fal namaz, ha? Nuk është njëjtë. Edhe pse kjo është e dyta shumë e rëndësishme. A? Por se nuk është e rëndësishme sikurse, pra, ka Islami baza edhe objektiva, qëllime. Për objektivave të Islamit janë edhe këto. Ju siguron njerëzve jetën, pasurinë, familjen, pasardhësit. Ju siguron vendin, vatanin ku jetojnë, atë dhëun e tyre. Ju siguron fen, të drejtën e besimit, të drejtën e besimit. Gjithsecili domethënë neve kur kemi fol për tolerancën fetare, kemi thënë se Islami siguron besimin edhe aty në të cilët nuk janë musliman, normal me kushtet minimale, siç është dhënia domethënë e tatimit edhe të jetuarit me të gjitha kushtet në shtetin Islam, edhe shteti Islam e ka garancion apo e merr përsipër edhe garancion për me i rujt edhe jo musliman domethënë jetën e tyre. Po ashtu edhe kush hyn brenda shtetit Islam edhe merr besa shqiptarit ka qenë besë e muslimanit, ha? Në kohën kur janë shqiptarët si duhet musliman. Kur domethënë dikush e ka marrë në besë në njerin, shtëpit vet ose në katunën e vet, ai e ka marrë në besë, dhe nëse dikush është shkuar dhe e ka vrarë, atëherë ky që ka marrë në besë, ky e ka marrë përsipër me nxjerr hak. Që normal se në Islam nuk duhet me nxjerr hak dhe me vrarë njerëz kështu, domethënë kujt i tekët, por është shtetja i cili apo e vepron në një vepër të tillë. Por gjithsesi domethënë në Islam ka drejt çdo kush mi dhon garancion edhe me informu popullin, me informu qeverinë, shtetin se unë e ku marr përsipër filanin. E një shteti tjetër, ai domon qoftë katolik, qoftë jehudi, qoftë çka do koft, e ku marr përsipër edhe jeton ose ecë edhe lëvizën në shtetin Islam me garancionin e atij muslimanit. Kush do koft ai muslimani? E ka marrë ai përsipër garancion edhe s'ka drejt kërkush me e prek edhe me ndalu me lëviz lirshëm në atë shtet Islam. Pra, toleranca fetare, garancia e besimit është pjesë e Islamit. Bile kemi thënë se nëse paguni tatim të vogël, që është shumë simbolik, si më thonë, po thamun me euro 50 cent, gjysmë euro, në vetë nëse pagun një jo musliman në shtetin Islam, atëherë domethënë ai lirohet për shumë obligimeve që bile lirohet edhe për shembull nga edhe nëse është lufta edhe nëse ai domethënë i rrezikohet jeta muslimant, shteti Islam, policia e shtetit Islam është obliguar atë me mbrojt. Djemtë e tij, fëmijët e tij nuk kanë nevojë me shku domethënë, me shku me mbrojt shtetin e me mbrojt jetën e vet, se muslimanët e marrin përsipër. Për arsye domethënë kjo është tolerancë edhe garanci që jep Islami. Pra, Islami i jep bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithin e tij të saktë, Allahu e mallkoft atë njeri i cili e mbyt një njeri, një muahid edhe një dhimi, një njeri që ka hy me garancian me besë në shtetin Islam, ka hy me besë, edhe një njeri i cili, më thonë, jeton në shtetin Islam, një jo musliman,
jeton mesin e muslimanëve dhe pagun tatimin shtetit ja pagun. Domethënë, i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu i mallkoft këtë njerit që e myt bëhet vrasës i këtyre. Pra, objektivi i Islamit është me i rujt njerëzit, me rujt jetën. Nuk është objektivi i Islamit me myt njerëz. Edhe atëherë, për shembull, te vrasësi në Islam përmendet se vrasin duhet me vra. Thot me qëllim që ta ruani jetën. Pse? Thot dikush, po si tu e myt ato për ruhet jeta? Për arsye se mytet njëri marrin mësim krejt. Ama ti kur e merr edhe vrasësin ka vrarë një herë, 2, është e vrasës serik, ka myt 10 vjet 20, edhe ti marr në burg 10 vjet 20 ose 5, ai veç forcohet atje edhe apet del. Edhe i jep mësim tjerëve se ushqimi atje është i mirë, është pa parë, këqyr seriale, këqyr televizor, këqyr bën ato bën këtë, edhe tash ai forcohet e krijon me ato bandat atje mafioze, domethënë edhe kështu vjen te ma keqja. Por Islami pra ka garantuar jetën e të tjerëve. Edhe me qëllim që mos më ardh me mendu shumë mirë tjetri para se më ardh te vrasja. Pra ruhet jeta. Kjo është objektive e Islamit. Objektiv e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe motoja islame, ajo rregulloria islame është ne o Muhammed të dërguam ty mëshirë për mbar gjithësinë. Fjala rahmatan lil alamin, mëshirë për mbar gjithësinë. Pra na duhet ta kuptojmë se mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ne jemi mëshirë për njerëzit. Ne nuk duhet të jemi shkaktar për të vdekë të tjerët, ne nuk duhet të jemi shkaktar për të mbyt të tjerët, ne nuk duhet të jemi shkaktar që përmes veprimeve të gabuara tona të tjerët me u friksu pe Islamit, më thonë çështën që ka Islami, siç po veprojnë domethënë disa musliman, po e përsëris që pretendojnë se janë muslimanë janë shumë larg mësimeve islame, këta njerëz po ja japin imazhin e keq edhe këtë rregull, këtë objektiv të Islamit që Allahu na ka dërguar mëshirë neve të njerëzit mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që më u bën shkaktar ti me qenë me i mëshiru njerëzit, ty me të udhim të njerëzit. Prandaj edhe është obligim, mas pari hoxhallarëve, pastaj edhe i xhamatit, që me udhim të popullit vet. Na kret dim me shku edhe me punu për familjet tona dhe mos më na interesu, ma mojmë dersa, smajma, ti çka bën a falesh, a pin rakia, spina, shkon në bastora, shkon në lojna, shkon në kurvnia, ku shkon, mos më na interesu për kërkan. Pse na interesohemi? Pse na i bëjmë galet edhe jo nase, por hoxhallarët e xherit se lut Allah të na bëjë neve për tyne se na nuk jem kërka, Allah na udhëzoft dhe na forcoft dhe na shtoft diturinë edhe për kushtimin e sinqeritetin. Pse njerëzit e bajnë këtë gale? Pse ja shtojnë vetit galet? Për arsye se ata e shohin veten mëshirë për të tjerët, me mëshiru udhimën të tjerët. Prandaj edhe janë gjendje me bajt lloj-lloj barra që munden mos mi bajt. Se kanë obligim me i bajt në një formë, po tham kështu se kanë obligim, se kanë obligim, se duhet me sakrifiku vetën për të tjerët, më mundu me i tregu tjerëve xhairin, edhe nëse mendon se ka pasojë ajo për ty, për veti, qoftë ajo ekonomike, qoftë tjera familjare e tjerë. Në vend se me u përkushtu fëmijëve, për shembull, më marr ti dush më marr me të tjerët, me popullin. Edhe nëse ata ty nuk ta din. Edhe nëse qysh ata s'po ma din unë nash, a jetë po për hir të Allahut. Atëherë ti dush me prit problemin veç për Allahut. Nuk është patjetër ti kur shkojnë rrugë njerëzit në të përshëndet. Edhe nëse shpifin për ty. Ai këtu a janë ti nuk e ke obligim ose nuk bën me thon s'po ma di njerëzit. Ti apo pret me ta ditë Allahu, me ta ditë njerëzit. Ti nëse bën për Allahun s'ke nevojë. Ti dush me punu një që kanë thon dietar, çka sinqeriteti? Sinqeriteti është me punu. Sikur kur falenderojnë tjerët, sikur kur nuk të falenderojnë tjerët, ti punon njëjtë. Pse? Se ti nuk punon për ata, për falendrimin e tyre, ti punon për Zotin. Prandaj kjo është një pikë shumë e rëndësishme, që ky është objektivi i Islamit, me qenë mëshirë për të tjerë. Mëshirë për të tjerë. Pikë tjetër, Islami ka ardhur me u garantu jetën njerëzve, që saj po du me nejt pak më shumë krye, për çka? Me u garantu jetën mos më mbyt. Jo sikurse disa muslimanë, do të thonë që thash, larg që veprojnë larg mësimeve islame, shkojnë na po shohim në ballon nëpër media, shkojnë edhe bëjnë veprime të cilat si më thoni paraqesin si veprime islame të cilat janë kundërshtim me Islamin. Shkon ai aty si në qytet me atë grupin e vet, me ata audhu billah, njerëzit e vet që e kanë keq kuptu dinin islam edhe veprojnë në emër dinit islam, edhe e rrethojnë qytetin vend se me çu siguri, ata çka bëjnë? Bëjnë gjakderdhje. Edhe punën e parë thonë na po e ngritim shariatin. Edhe ju patjetër duhet me na përkrah. Çish po ngrit shariatin? Çohet rreh njerëz, çohet pret kokat njerëzve, çohet mbyt njerëz, çohet
pret durt njerëzve, që kjo janë shariati. Shariati është më i madh se zakat. Shariati është mas pari me rujt dorën njerëzit. Mas pari është me rujt familjen. Mas pari është mos me rre. Mas pari është me rujt jetën, jo me myt. Jo me myt. Prandaj nuk është shariat vetëm kjo. Shariati është shumë më i madh. Kjo është një pikë e vogël e cila nuk e ka rënin me të parën ty me pretendu se je me shariat me vepru këto gjëra, sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nëse shikojmë historinë islame, a ka qenë i tillë apo jo? Nuk ka qenë i tillë. Pastaj veprimet, domethënë e tyne të gabume, të cilat qesin qoftë nëpër media duke i mbyt, duke i mbart kokat e njerëzve, qofshin 3 apo të vjetër apo sidomos të lidhur durt mas shpinës edhe çotë edhe myt me tregu trimni, çka on kjo? Kjo nuk është islame. Pa marr parasysh ai çka pretendon. Wallahi nuk është islame. Nuk ka asnjë hadith të saktë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vepruar një gjë të tillë, ka prej kokat njerëzve. Apo astaghfirullah alazim, sikurse njerëz ignorant që kanë pretenduar se jo duhet edhe gjakun me api armi, nuk është e vërtetë kjo. Kjo është një ignorancë e xahilave. Allahu na udhëzoft në rrugën e drejtë. Prandaj ose tjetra, veprime çoçare, e lidh njerën edhe poston foto nëpër internet. Të e vra. A nuk po mundesh me bëni gjë të tilla? Jo, me lidh edhe fëmia mund ja bëni gjë të tillë. Por a është njerëzore mas pari? A është veç çekaç? Le islamin, ti si njeri, ke lind me një xhungull dhe nuk je as musliman as kur gjë. Veç po e shani veprim të tillë. A do ta arsyetoj apo jo? Nuk do ta arsyetoj asesi. Asesi nuk do ta arsyetosh. E çka po bën ai? Ai po tregon se sa i ult është, sa është frikacak. Trimi nuk i bën ato, trimi është ai i cili fal, jo ai i cili vret. Pastaj më u livdu, edhe më u mundu me ngrit personalitetin që kush jam unë. Kush je ti? Ti je një vrasës, ignorant i cili në emër dinit ja çet faqen e zez dinit islam, edhe për to ki me dhon përgjegjësi. Prandaj objektivi i islamit nuk është kjo gjë. Wallahi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas mundësi me myt njerëz, saqë sahabët i kanë thënë në fillim të islamit hala pa u shpërngul në Medinë prej Mekës, ja Rasulullah, kur kanë qenë mushrikët e Mekës, kokat e mushrikëve, armisht më të mëdhtë të islamit, kanë qenë haxh, të fjet në shatora në Mina, në të fushën e madhe ku flajnë haxhit 2 ose 3 natë, edhe aty kanë qenë të fjet, i kanë thënë disa sahabë, ja Rasulullah, veç na jep leje, na shkojmë edhe i mysim nëpër shatora me shpata, pa na marr vesh ata hiç, domethënë pa u zgju asnjëri kreti mysim në sabah zgjidh kush e ka bën. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e dërguar me këtë gjë. Allahu xhalla xhelaluhu inshallah ju zan ata njerëz. Edhe nuk e ka bënë gjë të tillë, nuk i ka lejuar me bënë gjë të tillë. Kjo. E dyta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka shkuar në Taif, e kanë prit me gur, fisi Thaqif, edhe kanë gjakos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga koka deri te komt. Gjaku i ka pik tetë thamrat e komve. Çka ka thon pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Tu ik tu vrapu ka thonë Allah falë popullin tim se janë tu di çka po bëjnë. Një. A janë kon çafira po, populli i tij kanë qenë. Çysh në çfarë aspekti populli i tij? Edhe ata kanë qenë që fillimisht pejgamberi është dërguar për të gjithë njerëzit, e dyta mëshirë për të gjithë njerëzit, e treta kanë qenë arab, domethënë të atij vendi, vllazën në aspektin e kombit. Po ashtu domethënë afër Mekës kanë qenë apo në ato qytetet më të afërta siç është Gjidja dhe Taifi. Tjetra, kur ka shku te kopshte që është mbështet aty edhe ty ty ndi plagt dhimbjet, jo ty shëru, se s'ka pas me çka më shëru. Ka ardhur Xhebraili alayhis salam me melaçen e maleve. Edhe i ka thonë Xhebraili alayhis salam ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ky është melaçe e maleve që Allahu xhalla xhelalu i ka dhënë leje që me i bashku 2 kodrat, nëse ti e miraton, e aprovon këtë, me i bashku 2 kodrat edhe me mbyt atë fis komplet, me mbyt. Se ty të kanë gjakos, edhe Allahu xhaleshanu është mërzit me një gjatë tillë. Pra, ka qenë e lejume një gjatë tillë, Zoti ja ka leju. Ka pas drejt pejgamberi dhe mos më çujt as vrasës as kur gjë. Çka ka zgjedh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaj vrasjes? Çka ka zgjedh? Ka zgjedh faljen, mëshirën për ta. Parashikimin e khairit. Ka thonë, jo se la'alla Allah, nashta Allahu, prej pasardhësve tyre, ti fisi, ti populli, ka me nxjerr njerëz që adhurojnë Allahun. Nga pasardhës, ju kanë dhimbt ata pasardhës, 2-3 gjenerata mas. A Allahu ka dashur që jo pasardhës, po se po, më bë musliman, po edhe
Edhe këta më bo musliman, bas 60 vjetë, 70 vjetë, mos me shku shumë kohë, një kohë e shkurtë, domethënë asas një dekadë ose një dekadë për afërsisht po themi, edhe ata më bo musliman plus nipa e stërnipa. Shika, a ka mujt mu akmar? Ka mujt mu akmar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dihet në përbetejat e Resulullah sallallahu alaihi wasallam nga të dyja palët, si nga musliman, nga jo musliman që janë beteja, që s'kan pas çare pa i bë. Domethënë thonë dietarët e historisë islame që a mrin apo nuk mrin numri i të vrarëve nga të dy palët, nga të gjitha palët 1000. Ma njerëzit e sodit, muslimani sodit qohet edhe hyn me një qytet edhe vret pa hesab, pa ditë se çka është të bë. A din se derdhja gjakut të një njerit pafajshëm te Allahu është më e rëndë, më e vështirë se sa prishja çabës gur. Nga një gur me prish çabën më lehtë është Allah dhe çuna më i vogël se sa me derdh gjakun e një njerit pafajshëm. Të hysh edhe konta marrmania. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka çliru Mekën, alayhi salatu wassalam, i kanë dhënë komandantave kur hynë në Mekë, i kanë dhënë ushtrin, mos me derdh gjak. Kanë ardhur ka drejtimi i Khalidit disa njerëz, edhe Khalidi ka keq kuptu, ka menduar se janë të sulmu. Kanë qenë me armë ata njerëz, edhe ka dhënë urdhën për me luftu edhe i kanë myt disa njerëz. Kur kanë dëgjuar pejgamberi ka thu një njeri shpejt me nal betejën, mos me myt më shumë. E ka thirr Khalid ibn Walidin, edhe ka thonë çka ke bën kështu, thot ja Rasulullah, kom mendu se kanë dalë me më luftu. Keq kuptim ka qenë, keq kuptim. Thot Allahumma inni abra'u ilayka ma sana'a Khalid. O Allah, unë distancohem nga ajo çka ka bën Khalidi. Shok e ka pas Khalidin. Ka qenë një prej shpatave të Allahut, një prej ushtarëve më të fortë të Islamit, që ka zbardh fytyrën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në përbeteja dhe mas vdekjes ka korr suksese. Por gabimi është gabim. Unë distancohem të Allahu xhalleshanu për veprimet e Khalidit. Nuk marr përgjegjësi çka ke bën. Po dash më konsultu me pas kujdes. Kështu i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, kur ka hyrë në Mekë, ju e dini se sa maltretimet edhe vujtjet e kanë bërë për 21 vjet, se mas 21 vjet pejgamberi ka çliru Mekën. A ka mbyt pejgamberi alayhi salatu wasallam Mekë? Ka mujt me mbyt. Vetëm një ka mbyt me urdhër të Allahut azza wa jall, i cili ka qenë poet edhe ka fy pejgamberin, e ka fy Zotin dhe ka fy nderin e grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nanave të muslimanëve që Allahu i ka pastru nderin e tyre nga pandershmëria. Edhe domethënë shumë ka qenë i sherrit edhe Allahu xhalleshanu ka obliguar që ata me myt, vetëm që ata kanë myt. Kur ka hyrë pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ka bën fotografi. Hedim na që s'ka pas, më thotë po s'ka pas. Edhe të kish pas pejgamberi nuk ka bën fotografi që shpohin mendje madhe dhe kokën lart edhe ka pinzan njerëzit e pilidh edhe mi vrah, mi preje, mi kput kokën. S'ka bën kështu Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Çka ka bën? E ka ndi veten në rob të përulur para Allahut. Thuhet në transmetimet e historisë islame se ka nejt ndeve kur ka hyrë në Mekë, edhe devja ka përpara samarin, domethënë të ngritur pak për më majt. Në samar është i ngritur Resulullah sallallahu alaihi wasallam, nga thjeshtësia ati e ka ul kokën, thuhet se gati sa si ka prek hunda apo balli në drunin e devës të samarit. Kështu i përulur, jo mendje madh. Jo mendje madh, edhe duke bën dua Allahu xhelle xhelalu. Të njëjtën gjë ka bën Omeri. Në jetën gjë ka bën Omeri kur ka hyrë në Palestinë, kur ka shkuar te Mesxhidi Aqsaja. Jahuditi ka pasur të krishterët, ka mujt me bëj çka dën. Bile thuhet se i ka rarë ani shërptori i tij me çan hyr për ndeve dhe njerëzit kanë menduar se ajo është halife e muslimanëve, dhe ati kanë dorë trokite dhe kanë, si më thon, të përshëndet. Halifja të e bajt devën, të e tërheq devën, se i kanë rru vendet her njoni her tjetëri. Aq thjeshtësi kanë pas. Kjo është Islam. Kështu njerëzit e pranojnë Islamin. Nuk e pranojnë njerëzit Islamin duke i terrorizu, duke i dëmtu, duke i shkatru, duke i myt. Edhe atyre që janë jo musliman apo ateist, të cilët mbjellin urrëtie kundër muslimanëve edhe shpifin se këta janë kështu, ti me veprimet tua, jo vërtetan. Islami është i pastër për këtyre veprimeve. Pastaj çdo njeri i cili i përngjan qoftë nga forma, hyn në njëjtin thas me ignorantë të tillë. Po ashtu, sa është e dëmshme në Islam edhe pa dëshirueshme vrasja. Ju e dini, keni ndëgjuar rastin e Musës alayhis salam, ku Musa alayhis salam ka dalë në qytet edhe ka pa dy njerëz të polon, një prej fisit vet, një prej familjes faraonit, edhe i ka
i ka nda edhe ka thonë këtij fisit vet, shkon në shtëpi, domethënë mos u laj. Nesër i njëjti person ka qenë fitnexhi i fisit ti, i shkon i cakatën, edhe apet për lat me një tjetër. Ose më falni, këtë parin Musa a.s. më dhan e shtyn edhe i mshan një grosht. Domethënë halos ka qenë pejgamber edhe ka qenë i fuqishëm. Musa a.s. shumë i fuqishëm sa gurin që kanë vendosur mbi pus, mbi bunare, non bari, non çabaj, ky e ka largu vetëm, e ka larguar që ka qenë i fuqishëm. Kur i ka rënë grosht e ka myt. E ka myt gabimisht. Gabimisht e ka kërku falje Allahut. Nesër ka ndodhur rasti i dytë edhe ky personi, domethënë ky problemi, ky fitnexhia i ka thonë Musa po don me myt që myte djat personin edhe kanë marrë vesh njerëzit dhe e ka sulmu faraoni. Musa a.s. gabimisht e ka myt. Para mendo gabimisht. Po përsëris disa herë që të qartësohet edhe për ty edhe për çdo kan. Edhe shumë është pendu te Zoti. Nja. I ka kushtu kjo 10 vjet emigracion. Ka shku te populli Medianit. Thuhet te Shuaibi a.s. thuhet. Ka jetu atje, o martu me qikën e Shuaibit, 10 vite ja ka rujt dhënë si shpërblim për martes. Kur është kthy, faraoni e ka nxon gojën apet, thot ti ke bën kështu, ti ke myt njerin tam, ti. Tjetra, pasoja kësaj vrasjes, gabim. Musa a.s. thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit, Allahu xhalla xhelaluhu kur ta bëhet siklet 50.000 vjet, shkojnë njerëzit te pejgambert me ran. Me ndërmjetësu të Allahu, të Ademi a.s., të filoni, të fisteki, tesa të vind të Musa a.s. Kur vind të Musa i thojnë, o Musa, ti a i cili i ke folë Allahu xhelle xhelalu, i ke folë, ma në direkt. A ka mundësi, ma në ki vlerë të Allahu azza wa xhel, a ka mundësi që ti me shku Zotit me i thonë, nisja gjykimit. Çka i thot Musa a.s.? Unë nuk muj me bo një gjatë tillë, sepse unë kam gabu, kam një gjuna, e kam bo, e kam myt një njeri. Sa kam qenë gjallë e kam myt një njeri. Do me thonë, pasojat e kësaj, edhe në botën tjetër, edhe në ditën e gjykimit, Musa a.s. i ka parasysh. Qyre sa madhe, sa dëmshme është mbytja një njeri, qoftë edhe pa faj. Në normal se mundët me ndodhë një gjatë tillë në komunikacion ose diçka tjetër. Por se a është njëjtë sikur se ai që s'ka myt hit, që është i kujdesshëm, edhe ai që ka myt gabim nuk është njëjtë. Se kjo është ma i paq. Po edhe nuk është njëjtë si me myt gabim, si me myt me qëllim. Po edhe ajo me qëllim, pastaj për çfarë qëllimi? Pastaj a me duhet lidhura nga mbrapa dhe me tregu show aty edhe trimni? Andaj Islamit nuk e ka këtë objektiv Islami. Islami nuk e ka objektiv. Njerëzit mos milon mu pendu. Në kohën e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, murtedët kanë dalë nga Islami. Kanë mohu zakatin, kanë thonë sa është gjallë, sa ka qenë gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kemi dhënë zakatin. Tash se japim. Se ka vdek Resulullah veç atij. Edhe është mundu me këshillua ne bum sun ka arrit një gjatë tillë i ka luftu. Kur janë pendu, çka ka bën Ebu Bekri? A ja ka mundsu pendimin apo i ka myt? Ja, tash më keni rënë dorë, kam ju shkatërru. Ja ka pranu, do më thonë, të Allahu ata ju në pendu sinqerisht ajo pranën Zoti ajo është mes Zotit edhe tyne. Mirë po, në anën e jashtme, kur ata ju në pendu, Ebu Bekri radhiyallahu anhu i ka pranu në shoqëri, me një kushte o ka marrë armët, i ka qarmatos, për mësë më mujtë me bo ata ndonjë ekces. Dhe më thonë, edhe në këtë rast, jo ka dhonë mundësin për pendim. Allahu Gjeleshanu ka dhonë mundësin për pendim. Prandaj edhe muslimant që kanë keq kuptu Islamin, ose që pretendojnë se janë musliman, edhe hynë për qytete, kanë hynë për qytete në botën Islame, edhe kanë myt njerëzit, pa ja u dhonë shansën, pa ja dhonë mundësit për pendim, ose kërë diqka, kanë gabu. Edhe është ky jashtë edhe kundër objektivave islame, të islamit, qëllimeve madhore të islamit. Pashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon rasti Usame ibn Zeidit radhiyallahu anhu, i cili shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë ja Rasulullah, e kumpani njëri çafir në fush betej. Thot i fuqishëm shumë edhe ka mbyt disa musliman. Ju kanë vërsul për me sulmu unë bashkë me ne ansari, me ne banorët Medinës, ky ka qenë muhaxhir, ai tjetër ansar. Thot duke luftu e kemi nxanë në si pozicionin që do me myt. Thot ai ul, do të thonë se humbi fuqinë edhe u dorzu edhe ul, edhe tha la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, ra shahadat. Njëri thot
Ansariu, banori Medinës, u tërhaq, nuk e myti. Thot unë e myta. A ku mba mirë ajo? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i bërtet. Thot o Osame, çush e ke myt njerin masi ka ra shahadet masi u bë musliman? Thot ja Rasulullah, nuk ka ra shahadet ai paragjykimi i këtij. Paragjykimi. Thot nuk ka ra shahadet pse u kon musliman shumë i mirë, pse u mush me iman. Po nga frika edhe qëllimi i tij ka qenë me shpëtuar nga shpata ime, nga vdekja. Edhe ky domani ka mbyt mat keq kuptim. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka vazhduar duke i bërtit, o Osame, çka ki me bën ditë kiametit me shahadetin e tij kur del përpara ai shahadet? Çka ki me bën? Çish kimi arsyetua Allahut? Edhe ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hal shaqqaqtan qalbi, ama se ke qel zemrën me ditë ja ka thon la ilaha illallah muhammedur rasulullah me qëllim të mirë, të sinqert apo vetëm me shpëtu? Aja ke qel zemrën, se ke qel. S'ki drejt me paragjyku pa fakte. E tash na shohim domethënë veprimet e disa njerëzve që thash i kanë lidh njerëzit tura shahadat e me gisht ngritur përpjet që dëshmon Zotin një, shka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se është prej sunetit domethënë gishtin një, sidomos namaz të shahadeti ose të shehudi që janë myt pa interesu kërkuj se çfarë po bëjnë. Kjo nuk është objektivi i Islamit. Nuk është objektivi i Islamit me aqit faqen e zezë fesë Islamit. Ju garantoj vallahi dhe billahi dhe tallahi, pasha Zotin që është një dhe s'ka tjetër, se Islami mbjell paqe, respekt, dashuri. Prej objektivave të Islamit është njerëzit me jetu në harmoni. Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Kush don le të beson, kush don mos beson. Na duhet me i thirr njerëzit në besim, por edhe mu gajlu për ta, me bajt gale, me bajt dart, të shtim në Islam. Por tek e fundit, a i detyrojmë ata? Nuk i detyrojmë. La ikrahe fi din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Nuk ka dhunë në fe. Është bëhet qartë e vërteta dhe jo e vërteta. Është qartësu, çdo kush e di sa mirë më fal. Normal se namazi nuk ka veç mirë, po është obligim. Çdo kush e di se sa është mirë për shembull me shku në kurvni. Çdo kush e di se nuk është mirë me përdor alkool. Kretë e din. Ti e ke obligim veç me i këshillua, ma ti shosh ti aty në rrugë, edhe të kapish shishën e birrës, t'ja thesh aty për krye. A ban? Edhe po tham nëse mun, edhe nëse mun, me ja bani gjë tillë. A ban? Nuk ban. Nuk ban. A ban me zar gruas ose vajzës me aqit shamin? Nuk ban. Po edhe nëse dikush do ta pagunte, a do të kishte sevap e grua? Nuk do të kishte sevap. Sa atëherë ti që pa e detyron ki gjuna, edhe ajo sa ajo që e bën ka gjuna që e bën veç për interes dunjas. Pra, sjellë ka ta sjellësh. Dhuna në fe nuk është e lejume. Thjesht njerëzit duhet me lanë me u bind. Pse Allahu e ka ndalu dhunën? Po vazhdon ajeti. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, është bëhet qartë, e vërtetë dhe apo e vërteta. Ai që don me besu, ka sa të dush argumente. Ai që s'don me besu, ai thjesht e ka prej inatit. S'don ose interesit ose ai den punë të veta. Që me thonë, hala kom dyshime, ja, nuk është të vërtet. Kështu që, Allahu Gjelle Gjelaluhu thot në Kur'an, si kur Zotit të dante, walau sha rabbuke le amene men fil ardi gjemia, si kur dante Zotit yt, do të besonin krejt bota. Pse Allahu Gjelle Gjelaluhu i kalon njerëzit lirë? Ka qenë urtësi e ti. Nëse Allahu kalon një gjë tillë, nuk i ka detyru me dhunë, ose nuk i ka bind, mi programun të runë krejt botën musliman me qenë. Sikur se, a mundet Allah me programu një gjë tillë? Mundet. Pse? Argument? A ka programu Allah gjithë se cilin marë frim? Po. A ka njerën botë që mund me jetu pa frim? Jo. Pra, pa ushqim? Jo. Pa veshk, pa zemër? Jo. Pa damar, pa vena? Jo. Pa kryje, mja je kryt. S'mund me jetu. Pra, Allahu ka bon sene që kretë bota, pa tjetër du të me bon. Ka mujtë me bon një gjë tillë edhe me Islam, i detyru njerëzit më konë musliman. S'ka dasht, ti pse po i detyran? Ti pse po i detyran? Prandaj, unë e shetë domon shumë gabim kur disa njerëz, alhamdulillah, nuk më ka ndodhur një gjë tillë. Mundon mi provoku disa musliman me shishet birrës, hajde domethënë lokale dhe hajde gëzuar, don mi provoku. Ai nuk e di se ai veç vetën e të provoku, edhe ti nëse të ndodh, mos u provoko. Mos e ndikan nga provokimi. Thuaj tu nga tjeta, shembull pa marrë, se ti nuk ka patjetër të më thon tu nga tjeta ose më thon baft mirë. Ti normal largosh. Por se mos mendo se to të bëj diçka ty. Është të bë vetës ti me të dhimbt ai, ama jo ti më marr si armik. Allahu e udhëzoft. Thuaj falt edhe
Domethënë bën një dua për të që Zoti xhallal xhelalu me udhëzu. Pra, këto janë objektivat e Islamit. Me siguru jetë, ne me mëshirë për njerëzit. Objektivi i Islamit tjetër është që na me qenë shkaktar me nxjerr njerëzit nga xhehenami në xhennet, nga terri në dritë, nga pavërteta në vërtet, nga devijimi në udhëzim, nga ngushtimi fitnet e dunjas në hapësirat e meditimit të ahiretit, të qetësisë shpirtërore. Kjo është obligimi jonë. Prandaj Sheikh Muhammad Hassani, një dietar, në një debat po e lexoja me një djalë të ri, të ngutshëm, si shumë prej neve. Po i thot, nëse e sheh një kafiç, kafiteri me alkoole, me zina, me të këqija, me muzika, me ku e di çka, disko, e kërcime. Thot, çka kishe mi bë? Çka pi thot, Thot, do ta eksplodoja. Ky djalë i ri. Thot, mirë. Çka bane me ta? Thot, i myti krejt. Thot, kur ti myt ti, ku shkojnë ata? Thot, në fund xhehenamit, ky djalë. Thot, mirë, kur shkojnë ata në xhehenam, kush gëzohet? Gëzohet shejtani. Thot, ti, apo shet që në këtë formë, ti e bë argati shejtanit. Se shejtani ka qef njerëzit mos mu pendu, po me shku xhehenam. Thot, çka thot Islami? Islami thot ata me i udhëzu, ata janë se janë xhehenam. Nëse nuk don Allah mi falë, mi pendu, Thot, ti me u bë sebeb me nxerr, ju me i lon. Ata ashtu këtu janë devijum. Pra, mos të bëmi shkaktar në që shejtani mi arrit qëllimet e veta me na përdor neve si mash ose si ur. Ne nuk du të jemi ura e shejtanit as masha e shejtanit. Njerëzit me u mundu me nxjerr nga terri në dritë. Edhe me pas kujdes, me tregu mirë kuptim, respekt, seriozitet, vllazën e luk me sjelljen tonë. Mos me pas hased, mos me pas zili, mos me pas inati kërkan, me i respektu njerëzit, me u dhënë kurajë njerëzve. Jo më ja bën bajat sikurse njerëz caktuar domethënë që çdo gjë që të ja bën bajat. Mendon se vetë di, kërkush nuk di. Pra, nuk është ndonjë ders i veçantë, por kem kujdes se Islami kundërshton vrasjen, terrorizimin, friksimin e njerëzve, mos qetësin, mos milon rahat psikikisht, përkundrazi është ai i cili është dërguar mëshirë për mbar njerëzit, me nxjerr nga xhehenami në xhenet, nga errësira në dritë, nga vujtjet në lumturi të dunjas dhe të ahiretit. Prandaj neve duhet jemi shembull në këtë aspekt, shembull i mirë, asësit mos jemi shkaktar që dikush me deviju për shkak të sjelljeve tona të këqija, se na do të mirëmi në përgjithësi edhe na do ta kemi gjënojnë sa të ati që ka deviju për shkak të sjelljeve të këqija të mijat. Qysh e ki ti sevapin? Nëse ti bën sebeb me udhëzu dikën, e ki sevapin kretaj që ka bën punë të mira, ti shpërblesh, çashtu e ki gjunohin. Nëse ti bën sebeb ai me dal prej Islamit, me keq kuptu Islamin. Prandaj të kesh kujdes se përgjegjësinë e kit madhe. Ti duhesh me ecë me njerëzit, me kujdes madh sikurse njëri i cili është i zhveshur pa kpuca, ka ndathur, ka zbathur, edhe tu ecë nëpër therra ose nëpër gozhda ose nëpër xhama. Që që zgjedh vendin, kur të ecë, çashtu ti duhesh me ecë me popullin, me qenë shumë i kujdesshëm. Me u mundu me ju përshtat mentalitetit të gjithë secilit, me kujdes të madh, maksimal. Se ty Allahu xhallal xhelalu të ka bë pishtan drequs. Ti je shembull i mostra, të ti ata marrin mësim. Si t'ja nisish më fal me shku në xhami, ata kanë më marrë çish apo bën filane, çu fizikë, çështu çan ka Islami. Andaj mos u bën fitness prov për njerëzit, ti më bën sebeb me nxjerr njerëzit nga Islami. Nëse Allahu xhallal xhelalu të na bëj për atyre të cilat fillimisht i kuptojmë për vete objektivat e sakta të Islamit, punojmë sakt sipas mësimeve të Islamit, Allah na shtoft diturinë, na shtoft sabrin për kushtimin ndaj popullit tonë dhe na bëft njerëz të cilët jemi shkaktar për stabilizimin dhe për nxjerrjen e njerëzve nga errësira në dritë, nga humnera në udhëzim, edhe nga devijimi në udhëzim. Lutë Allahun e Xhel që të na falë, na mëshiroj neve dhe gjithë muslimanët kudo në botë, të na udhëzojnë rrugën e drejtë, të mëshiroj të gjallët të vdekurit tanë. Kjo ishte për sot, wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.